Terapia zëvendësuese hormonale është një thik me dy presa, themina, sepse ne vërtet mundohemi të minimizojmë efektet e menopauzës, por duhet të kemi parasysh që terapia hormonale ka dhe efektet e veta anësore. Mund të jemi të prirur për të bërë dhe smundje malinje nga përdorimi për kohë shumë të gjatë, afatgjatë i hormoneve, kryesisht estrogjenit. Kështu që prandaj thash, në momentin që një grua do jetë duke marrë një terapi hormonale zëvendësuese, duhet të jetë në mbikëqyrje të vazhdueshme me kontrollet periodike me mjekun e vet ginekolog. Kuptohet që edhe kjo terapi hormonale zëvendësuese nuk do vazhdojë gjatë gjithë kohës, por derisa të afrohet asaj periudhe ku fiziologjikisht ne ndodhemi, kalojmë në periudhën e menopauzës, edhe në gjendjen tonë normale.